Në këto ditë festash, kur gjithkush përpiqet të shtrojë një tryezë të bollshme, një vëmendje e shtuar po u kushtohet familjeve në nevojë për të 10-ën vit me radhë në zonën veriore të Pukës, atje ku 10 familje jetojnë në skamje, ka vjuar nisma vullnetare, askush ndër ne pa festa, ku emigranti Fran Gjoka, së bashku me gazetarin Armir Mehaj, janë përpjekur të ngrohin zemrat e familjeve në nevojë që gjithkush të përjetojë ditë më të gëzuara. Ideja ime dhe Franit ka qenë që askush ndër ne në komunitetin tonë të mos mbetet pa festa dhe të gjithë kemi apo s'kemi të kremtojmë Krishtlindjen dhe vitin e ri. Ndaj me këtë rast ju uroj të gjithëve gëzuar dhe sa më pak varfëri në këtë situatë ku realisht fshatrat po shkojnë drejt boshatisjes së plotë edhe në ato fshatra ku ka ende familje janë të moshuar të cilët kanë mbetur vetëm e pa përkujdesje, duke krijuar një situatë në fakt që kërkon një dorë solidariteti. Për Fran Gjokon, nisma dhuron gëzim për të dhe familjen e tij, teksa shpreson që çdo vit e më shumë të ketë më pak njerëz në vështirësi. Dua të uroj në mënyrë të veçantë familjet e varfra kudo që jetojnë, por kryesisht ato të rrethit të Pukës, prej nga vi edhe unë, duke dëshiruar që viti që po vjen t'i gjej me jetë më të mirë, më të begat, më të lumtur. Emigrimi masiv është ndëruar në problem madhor për shumë familje ku gjen vetëm të moshuar, shumica e të cilëve në vështirësi ekonomike. A ka ngel kush të gjatat? Kokosh. S'ka me kush. Prika të shfjelën të tonë. Qënë mo? Edhe ato me plesh. Ato me plesh me plaka. Me pjesë zetën. E unë jam vetëm më të thashën krahë. Po thuj se më përqësi kanë met veç burë e gru, lumë ato, se kena dhe ato që kanë met njoni vetëm, ato është problemi madhë me ato. Se me fesoni plakë shkërët sa ka të 70, gjole vojzët ke burën ka dhe të 30 vjetë, edhe bol nga një mu, gjina ka thamë. Paketa përbën shportën bazë të ushqimeve, fruta dhe perime, si dhe baklavan e festës, një simbol i solidaritetit dhe një kujtesë që askush të mos humbas shpresën për ditë më të mira. Nisma e bamirësisë në Pukë e Fusharës është një traditë e veçantë që synon të nxjisë kontributin e emigrantëve në vendlindje, ashtu siç filantropi Fran Gjoka dhe të larguar të tjerë kanë vepruar prej 10 vitesh.